Se njerëzit mundohen me i arritë do qëllime në jetë që i kanë. Këta. E këtë pejgamberi sa shumë mirë ne ka shpjeguar në një hadith ku thot ihris ala ma yanfauke. Angazhohu me atë që të bën dobi. Pastaj thot wasta'in billahi wala ta'jaz. Dhe kërkon ndihmën e Zotit dhe mos u trego i paaft. Mos u trego i pafuqishëm. Trego optimist. Po, ti nëse e ki dhënë maksimumin, edhe je mundu në mënyrë të lejuar të arish atë çka e ki qëllim. Apo më bo pasanik, më bo biznesmen. Në gjuhën tjetër, po. Do më thonë, dush me lidh dhevën. Po, edhe me unë bështenë Zot. Po. Thot një dietar, çështjet në këtë dunja, punë në këtë dunja, janë dy lloje. Diçka që bëhet, nëse është diçka që bëhet, që ka mundësi më u bo, atëre mos u ndal. Përdore çdo mënyrë të lejuar për të arritur. Edhe është diçka që nuk bëhet. Çka do që me bëti, se në arrin, se njeri i kufizuar. Edhe në mënyra edhe atëre në këtë situatë, në këtë situatë mos trego, mos durim. Mos shfaq, mos durim, mos shfaq mungesë të sabrit. E njerëzit sot shumë sende çka nuk bëhen realisht me këto kushte, mundohen të bëjnë sende që ka mundësi më realizu, e kur nuk realizohet atëra, shëndrohet ajo në një lloj stresi, në një lloj piknisje të agresivitetit, të dhunës, edhe e fillon e hupat orientimin edhe bëhet i vështirë për komunikim, i vështirë për bashkëjetesë dhe kështu me radhë.